Ep 25 Ëndra e çuditshme e Zotit White, Bli speciali, Poetry and Everything. Zoti White po ëndërronte. Ai nuk ndodhej në institutin Alda Merini në Milano, por në institutin Il Cenacolo degli Speciali, një kompleks elegant i shekullit të 19, i vendosur në kodrat e rajonit të Marques. Ishte një qendër e kujdesit psikiatrik, e rezervuar për të rinj me talente komplekse, mendje të fragmentuara dhe perceptime të jashtëzakonshme. Megjithatë, pas atyre mureve me tulla të dukshme dhe kopshteve të mirë mbajtura me përpikëri, realiteti ishte krejtësisht ndryshe. Zoti White nuk ishte mjek. Ose, të paktën, jo vetëm kaq. Në majën e hierarkisë së fshehtë të sigurisë kombëtare të Italisë, emri i tij ishte një kodh. Ai ishte oficeri i operacioneve i ngarkuar me menaxhimin e fëmijëve, një njësi taktike sekrete e përbërë nga të rinj të pajisur me aftësi njohëse dhe perceptime teje të zhvilluara, edhe pse sistemi i klasifikonte si pacient. Ata stërviteshin në fshehtësi të plot për operacione për të cilat bota nuk duhej të merrte vesh kurrë. Për vite me radhë, Zoti White kishte kontrolluar çdo variabël. Ai kishte parashikuar kërcënime, kishte shuar kriza ndërkombëtare dhe kishte drejtuar ekipin e tij të jashtëzakonshëm me disiplinë të hekur dhe gjaktotësi absolute. Por kishte një gjë që asnjë burr si ai nuk mund ta kontrollonte: ëndrat e tij. Gjithçka nisi në një natë vere. Zoti White kishte rënë në gjumë mbi tavolinën e tij prej druri ara të errët, i rrethuar nga gumzhima e lehtë dhe e vazhdueshme e monitorëve të vëzhgimit të institutit. Dhe pikërisht aty, në gjumë e sipër, mendja e tij bëri një kërcim të papritur, duke hapur derën për një fenomen të rrallë dhe shqetësues, një gjendje kthjellësie halucinatore, një ëndër brenda një ëndre. Në nivelin e parë të asaj ëndre, Zoti White nuk ndodhej në Cenacolo. Ai u zgjua në balkonin e Hotel Metauros në Fano. Ajri mbante erë spërkatje e deti, jodh dhe pisha detare të ngrohura nga dielli i verës. Ishte një vend që e njihte me një qartësi të dhimbshme. Vite më parë, kur ishte ende një djalosh pa emër, para se shërbimet e inteligjencës ta rekrutonin, familja e tij birësuese e çonte në atë hotel çdo gusht. Ai mbante mend pllakat me ngjyrë të qelet të balkonit, zhurmën e trafikut të lehtë përgjatë bregdetit dhe dritën e artë të pasdites së vonë që depërtonte përmes perdeve për Illinois. Për një çast, ndjeu marramendjen e fëmijërisë, atë ndjesi mbrojtjeje që mendonte se e kishte varrosur përgjithmonë në shtresat e identiteteve të rreme dhe misioneve me rrezik të lartë. Por, ndërsa vështronte vijën e horizontit ku qielli bashkohej me Adriatikun, vetë struktura e ëndrrës nisi të valëzohej. Hotel Metauro ndryshoi formën e tij. Muret e suvatuara u tretën, balkonet u shndërruan në kepe shkëmbore dhe deti blu u tërhoq, duke i lënë vendin një lugine të pafundme, të harlisur, por të zymt, të përshkuar nga një lum i tërbuar. Z. White mbylli syt brenda ëndrrës dhe, pasi i rihapi, u zhyt edhe më thellë. Ai nuk ishte më në bregdetin e sotëm të Fanos, ai nuk mbante veshur kostumin e tij gri të drejtorit të klinikës. Pesha e lëkurës dhe armaturave prej bronzi i shtypte mbi supet. Në dorën e djathtë, ai mbante dorezën e një shpate të rënë, të njollosur nga djersa dhe dheu. Ai shikoi duart e tij, ato ishin duart e gërryera nga dielli dhe të plagosura nga betejë të një komandanti të lashtë. Ai ishte Hannibal Barca. Rreth tij nuk ishin makina ose kasolle plazhi, por ushtria e fuqishme kartagjenase që përparonte përgjatë brigjeve të lumit Metauro. Ishte viti 207 para Krishtit. Ajri ishte i dendur, i rënë nga tensioni dhe një parandinje e errët që i shtrëngonte fytin. Hannibali e dinte, me atë vetdije të dy fisht unike për ëndrat, se më në jug, në këtë lugin, vëllai i tij Hasdrubal po marshonte për t'u bashkuar me të me përforcimet e nevojshme për të shtypur më në fund fuqinë e Romës. Ai e dinte se Metauro nuk ishte thjesht një rrugë ujore e lindur nga bashkimi i lumejve Auro dhe Meta në Apenine përpara se të zhytej në det në Fano. Ishte vija e hollë që ndante lavdinë e përjetshme nga rënimi i përjetshëm. Zoti i bardhë, i veshur me lëkurën e luanit kartagjenas, kaloronte përgjatë bregut të lumit. Ai mund të dëgjonte gjëmimin e elementeve. Mëtej në rrjedhën e sipërme, uji vinte duke rënë me vrull, i pastër dhe me shurmë, përmes grykave shkëmbore, duke mbajtur me vete një kujtim të lashtë të lindjes. Në ëndër, ndërsa udhëhiqte trupat e tij përgjatë rrjedhës së lumit Metauro, një zë i lehtë dukej se i përshpëriste nga degët e pishave. Nuk ishte një zë nga epoka e tij, por një jehon më e lashtë, që vinte nga Magna Graecia.
Mendja e tij prej strategu e kuptoi ndërthurjen e fateve, lumi përgjatë të cilit po marshonte mbante emrin dhe thelbin e një meteorosi tjetër, atij lumi të largët në Italinë jugore ku, sipas mitit, Oresti ishte zhytur për të larë gjakun e nënës së tij, Clitemnestrës, dhe për t'u çliruar nga mundimi i erinive. Hannibali, i njohur si Mr. White, e ndaloi kalin buz lumit. Ai vështroi ujin që rrithë vullshëm. Reflekset e parzmoreve romake shkëlqenin mes pemëve në bregun përballë. Legionet e konsullit Claudi Nero dhe Livius Salinatorit po zinin pozicionet e tyre. Betejë e Metauros po bëhej gati të niste. Pse ndodhej aty? Pse në vetdia e tij e kishte shkryer hotelin Metauro të pushimeve të fëmijërisë me tragjedinë e Hasdrubalit dhe pastrimin e Orestit, ndërsa elefantët e luftës lëshonin britmat e tyre drejt qiellit në ngjyrë plumbi, Mr. White përjetoi një zbulim të papritur e mbreslënës brenda ëndrrës. Djemtë e tij në Cenacolo, ata të veçantë që i stërviste dhe i mbronte fshehurazi, ishin si ushtarët e Hasdrubalit ose si erinive të munduara që ndiqnin Orestin. Ata ishin mendje të pastra, armë potencialisht shkatëruese, por edhe shpirtra të thyer në kërkim të pastrimit, të një vendi ku mund të shpëtonin. Dhe ai, në rolin e një strategu si Hannibali, nuk mund të lejonte që historia të përsëritej. Nuk mund të lejonte që djemtë e tij të thyeshin në betejën e padukshme që shteti po zhvillonte në hije. Nga bregu përballë i lumit vinte gjëma e sulmit romak. Mira mburoja të goditura nga shtizat, një britm lufte që bënte tokën të dridhej. Hasdrubali ishte i rrethuar. Historia kërkonte humbjen e Kartagjenës në ato brigje. Hannibali e ngriti shpatën drejt qiellit. Por, në vend që të jepte urdhrin për një sulm të përgjakshëm, ai shqiptoi fjalë që nuk i përkisnin antikitetit. Foli me zërin e një agenti sekret, me zërin e një mentori për fëmijë të veçantë. Ujërat e Metaurosit nuk janë për të derdhur gjak. Ato shërbejnë për të shpëlar kujtesën. Në atë çast të saktë, toka nën thundrat e kalit të tij nisi të shpërbëhej. Ushtria kartagjenase, legionet romake, elefantët dhe grykat shkëmbore të lumit u tretën si boj vaj në shi. The White u ngjit nga niveli i dytë i ëndrrës në të parin. Ai e gjeti veten përsëri në terracën e Hotel Metauro në Fano. Dielli po perëndonte, duke e larë detin Adriatik me një vjollcë të thellë dhe qetësuese. Një fllak i ledhatoi fytyrën. Lufta kishte ikur, fantazmat e historisë ishin zhdukur. Kishte vetëm qetësinë e një vendi të mbajtur në kujtesë. Ai shikoi dorën e tij, nuk mbante më një shpatë prej bronzi, por një kartolinë të vjetër që tregonte vijën bregdetare të Fanos, një kujtim i familjes së tij adoptuese, një kohë kur ai ishte thjesht një fëmijë i mbrojtur. Pastaj, me një pshërtim të fundit të thellë, ai u zgjua plotësisht. The White hapi sytë në dhomën e tij brenda Cenacolo degli speciali. Drita nga monitorët hidhte një shkëlqim kaltërosh nëpër mure. Ora e tavolinës tregonte 4 të mëngjesit. Kondicioneri gumëzhinte bull. Ai preku fytyrën e tij, ende të lagur nga djersa. Ëndra ishte tretur, megjithatë qartësia që i mbetej në mendje ishte absolute. Ai u ngrit nga karrigja e tij prej lëkure, eci drejt dritares së madhe me pamje nga kopshtet e institutit dhe vështroi dritat e buta të dhomave ku fëmijët e tij të rinj flinin. Tani ai e dinte çfarë të bënte. Misioni nuk ishte thjesht të shfrytëzonte talentet e tyre për të mbrojtur vendin, por të mbronte shpirtrat e tyre nga bara e betejave të tjerëve, duke ofruar atyre të njëjtin pastrim që miti i kishte dhënë Orestit dhe që historia ja kishte mohuar Hasdrubalit. The White buzëqeshi lehtë, mori telefonin e koduar nga tavolina e tij dhe formoi një numër të brendshëm. Përgatitni dosjet për projektin Metauro, tha ai me një zë të qetë dhe të qëndrueshëm. Që nga sot, po ndryshojmë strategjinë tonë. Dhe kështu përfundon udhëtimi në mendjen e The White, midis ujërave historike të Metauro, kujtimeve të fëmijërisë në Fano dhe përgjegjësive të një komande të padukshme.